asnjë nga këta tre zotërinjt, as presidenti i Francës, as kryeministri i Britanisë së Madhe dhe as ai i Kanadas, nuk janë në gjendje të shkojnë nesër në Palestinë dhe ta qeverisin Palestinën, pa Hamasin. E kishin në deklaratë. Pa Hamasin nuk janë në gjendje ta bëjnë. Sepse Hamasi është një gjë që është prodhuar nga shoqëria palestineze, ta kam thënë herë tjetër, ka filluar në 87-ën me intifadën e parë që u bë me gura, kaloi në intifadën e dytë që u bë me bomba, me shpërthim dhe me terrorist, pra e shpjeguar më përpara pse kryeministri Ariel Sharon i dha drejtim pastaj me lejimin e administrimit territorit dhe të Gazës që e largojnë aty, dhe nëse do ketë një paqe, paqja nuk do të jetë mes Abu Mazenit, se s'është Abu Mazeni në luftë dhe organizatës tij. Nëse do ketë një arpushim dhe do ketë një paqe, paqja mes këtyre, ose ndryshe s'ka paqe dhe po gënjejmë, mes këtyre dy forcave do jetë. Qeverisë të Bibi Netanyahut, me gjithë ata faktorë që ka, dhe Hamasit, se këta po bëjnë luftë. Hamasi i dërgon një letër presidentit Trump sot, i kërkon një armpushim 60 ditor. Është kjo një shenjë e ndonjë vendimeve të drejt për drejta mendoj që bas goditjes së Katarit. Mendoj që pas vizitës së liderit Katarit, kryeministrit Katarit tek presidenti Trump, do të kishim një lëvizje të tillë. Edhe presidenti Trump besoj me kënaqësi do t'i jepte një periudhë kohore armpushimi të dyja palëve. E çka po ndodh në SBA, në diskursin publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me Izraelin? Kemi disa figura të njohura të Partisë Republikane, të cilat jo formalisht i prinë të quajmë një lloj parapolitike në SBA. Tucker Carlson apo Steve Bannon, të cilët e kritikojnë ashpër Izraelin dhe organizatat tjera të Izraelit brenda SBA-s. Çështja është ata që merren me politikë në SBA e kuptojnë që kjo çështje mund të ketë kosto elektorale për zgjedhjet e ardhshme. Vijnë shpejt zgjedhjet në Amerikë, se ata kanë zgjedhje një 2 vjet. Dhe presidenti Trump nuk e bën vetë, po gjen mënyra indirekte që të fillojë dhe të japi mesazh lobit hebraik në SBA, por edhe Bibi Netanyahut që shikoj se tani duhet gjejmë një zgjidhje sepse ne nuk mund të paguajmë kosto politike dhe të humbim dhe pushtetin për jush. Aq më tepër që zëvendës presidenti amerikan është katolik.